Jemi në javën e 4 të kreshmeve, edhe kur folëm këtu për kreshmet, thamë që ditët ikin shumë shpejt, dhe vërtet ikin ditët shpejt, mbyllet pra këtë të diel java e 4, pastaj e 5 dhe e 6 dhe mbyllet kreshma dhe fillon java e pësimeve. Kështu që duke mbajtur kreshëm, neve ushtrohemi, por ajo çfarë duhet diskutojmë sot, ose më mirë të dëgjojmë, e kemi diskutuar dhe kemi dëgjuar dhe të tjera, por është mirë ta rikujtojmë, sepse rrezikojmë gjithmonë që kreshma, duke e përsëritur çdo ditë, pastaj ajo bëhet një, si them, e humb kuptimin dhe qëllimin e saj. Bëhet një lloj rutine, bëhet një lloj diete. Dhe më e keqja është se ka dhe të krishterë të cilët kreshmojnë dhe kanë me dëshirë kreshmën, por në fund nuk arrin rezultatet e kreshmës. Dhe ka një lloj zhgënjimi në fund, se thonë ja dhe mbajtëm dhe kreshëm, por prapë nuk ndjem në një gëzim, nuk ndjem në një ndryshim, gjërat janë po ashtu, ndoshta edhe më keq. Sepse kreshmën e kanë pasur si qëllim, jo dhe si një mjet. Kur flasim mjet, mjeti të çon te qëllimi. Dhe kreshma është një mjet që na çon në qëllim, që është bashkimi me Zotin. Prandaj kreshma nuk duhet mbetet vetëm si kreshëm, domethënë vetëm konsumimi i ushqimeve bazë bimore, pra thjesht të qenë një vegan për disa ditë, por kreshma na çon në vetëdijen ose në skanerin e gjendjes sonë shpirtërore morale. Dhe kjo pastaj na bën të reagojmë. Dhe reagimi që kemi, ku ne shikojmë veten tonë, patjetër që është pendimi. Pse është pendimi? Sepse ne jemi qenie mëkatare. Dhe kjo periudhë, që është periudha e kreshmore, është periudhë zije, që do thotë mbajmë zi për mëkatet tona. Dhe patjetër që nëse ne pranojmë se jemi mëkatar dhe kemi mëkate, ne nuk duhet qëndrojmë në mëkat. Por këto mëkate duhet t'i largojmë nga vetja. Prandaj tema sot është në lidhje me pendesën që duhet neve të na shoqërojë gjatë periudhës kreshmore dhe të përmbushet pendesa jonë me misterin e rrëfimit. Por kemi folur për këtë, thash, por është mirë që ta përsërisim dhe të kujtojmë dhe disa gjëra tjera. E para, çfarë është mëkat? Mëkat duhet ta kuptojmë si një fyrje të dashurisë së Perëndisë. Domethënë, Perëndia si i mirë dhe njeridashës krijoi njeriu e parë, dhe ai merr pjesë në krijimin e çdo njeriu, dhe patjetër që e krijoi njeriu dhe na ka krijuar gjithë neve sipas ikonës së tij, por dhe me potencialin për të bërë të ngjashëm. Dhe njeriu u krijua i pamëkatshëm, njeriu i parë, por kjo nuk nënkupton se njeriu është i huaj për mëkatin. Pra, njeriu nuk do të thoshte se s'kishte mundësi të mëkatonte, por Perëndia i dha mundësinë që ai ta kundërshtoj mëkatin. Por dim se njeriu i parë dhe çdo njeri prej nesh që jemi fare Adamit, shkuam drejt mëkatit, e pranuam ofertën e mëkatit, siç e pranoi Eva, gruaja e parë, pranoi burri Adami, e pranojmë edhe neve të gjithë. Dhe kështu, pra, mëkati si stërgjyshor dhe mëkatet tona personale nuk janë gjë tjetër veçse një fyrje e dashurisë, e mirësisë që Perëndia ka treguar për njeriu. Adami dhe Eva, por dhe ne bashkë me ata, në vend që t'i bindeshin Perëndisë, dëgjuan djallin dhe u bindën fjalëve nga goja e gjarprit që po ta hanin frutin e ndaluar, ata do të bëheshin të pavdekshëm. E njëjta gjë përsëritet tek secili prej nesh. Edhe djalli na përshpërit. Hani frutat e ndaluar. Kush janë frutat e ndaluar? Frutat e ndaluar janë mëkatet.
ato që thot Zoti mos gënje, mos vidh, mos vrit, mos bëj dëshmi të rreme, mos lakmo. Këto janë frutat e ndaluara. Po ja që djalli na përshpërit, jo, ju duhet i hani këto. Ju duhet i provoni këto. Ju duhet i bëni këto gjëra. Se po t'i bëni këto gjëra, ju do fitoni lirinë. Madje do fitoni dhe pavdeksin. Dhe sot ka teori të cilat përligjin pra këtë liri për mëkat, që njeriu duke bërë mëkat, ai ndihet më vetvetja, madje Zoti vetes. Kjo është një gënjeshtër e madhe, sepse ndodh njësoj siç ndodhi dhe me Adamin dhe Evën, që edhe pse pranuan ofertën e djallit që po të hanë frutin e ndaluar do të bëjnë pavdekshëm, realiteti tregoi krejt ndryshe. Ato bëjnë qenie të vdekshme. Edhe neve, kur mëkatojmë, neve vdesim shpirtërisht, por e shpejtojmë dhe vdekjen tonë trupore. Prandaj, askush që mëkaton kur nuk ka, jo vetëm gëzim, por kur nuk ka as jetë. Dhe kjo është vërtetuar edhe gjatë historisë të njerëzve që ne kemi për qark, që sa më shumë mëkatojnë njerëzit, aq më shumë urin kualitetin e jetës, por edhe vitet e jetës, sepse vdekja bashkëpunon me mëkatin. Paga e mëkatit është vdekja, si shpirtërore edhe trupore. Shën Simeon, theologu i ri, shkruan: djalli vë në mendjen e njeriu një karem kënaqësinë dhe poshtë kënaqësisë vendos mëkatin si rrjet, e cila është dora e djallit pa cilën nuk mund ta kap shpirtin ton. E kur e zën ndonjë shpirt me grepin e kënaqësisë, menjëherë e pushton rrjetën dhe e kap atë shpirt. Para së gjithash ja qep syt, pastaj i erson mendjen që të mos shikojë dritën dhe rrugën dhe tik nga duart e djallit, derisa duke bërë zakon mëkatin të bëhet prej tij dhe t'i bindet vullnetit të tij. Dhe vazhdon: por shpirti që është i nështruar djallit, që është zhytur në shumë të këqija, e di se vullneti i tij është lidhur me zinxhir. Nuk mund bëj gjë tjetër veçse të therras Perëndin, që t'i vinë në ndihmë dhe ta shpëtojë. Dhe pasi të forcohet me thirrjen pa pushim me emrin të Zotit, i cili është shpëtimtari i shpirtrave, dhe kur ta kuptoj se ndihma nga Perëndia mbëriti, vetëm atëre mund t'i largohet në shtrimit të djallit dhe shirohet nga zinxhirët e mëkatit. Pra, shikoni se si e shpjegon Shën Simeon, theologu i ri, një shenjtor shumë i madh, çfarë kurthi na ngre djalli. Djalli është një lloj peshkatari, ashtu si një peshkatar ku shkon për të gjuajtur peshq, nuk ka një copë tel atje tek peshqit, se kush nga peshqit do të shkonte të kapte një tel. Por atij telit i fut një karem, i fut një krim të shëndosh, ose diçka tjetër për ta gënjur peshkun. Ja këtë bën dhe djalli me ne. Me grepin e tij të mashtrimit, djalli e kamuflon mëkatin me një lloj adrenaline. Dhe po ta shikojmë neve që kemi eksperiencë për mëkatin, si mëkati që bëhet me mendje, si mëkati që bëhet me fjalë, si mëkati që bëhet me shikim, me dëshirë dhe me veprim, ka një lloj adrenaline në fillim, ka një lloj kënaqësie, të tërheq, të ëmbëlson. Ktu bien për të gjithë, sepse mëkati është i veshur me kënaqësi. Kjo nuk është një kënaqësi e vërtetë, është një lloj droge, por ja që neve e pranojmë këtë lloj droge, dhe kështu biem në rrjetën e djallit. Dhe, si thotë shenjtori, djalli nuk na rrezon vetëm një herë në mëkat, por na rrezon shpeshherë në të njëjtin mëkat, që kjo të bëhet pasion. Dhe kur bëhet pasion, pastaj ti je i robëruar, nuk ke më fuqi as të ngrihesh nga mëkati. Dhe që sa gdhihesh në mëngjes, dhe derisa ngrysesh ti je nështruar mëkatit. Madje edhe në gjumë ti prap mëkaton. Kjo është arsyeja që në gjumë shikojmë ëndra duke bërë mëkat. Sepse djalli na ka robëruar psiqikën, shpirtin. Dhe dini që shpirti nuk flet gjumë. Shpirti është i gjallë brenda trurit ton, brenda trupit ton, dhe prandaj edhe në gjumë ne shikojmë edhe duke bërë mëkat. Pra, duhet të dim se mëkati na rrezon shpeshherë, pothuajse gjithmonë.
Prandaj, një murg e pyeti Ava Sisojin. Jeron, më thuaj ç'të bëj sepse më katova. Ngriu nga rënja, ju përgjigj Jerondi. Ngrihem dhe përsëri biem në të njëjtin mëkat, u përgjigj murgu. Të ngrihesh përsëri, ju përgjigj Ava Sisoj. Atëre murgu me një ndjenjë dëshpërimi pyeti përsëri. Deri kur, o Ava, do të ndodh kjo? Derisa të vi vdekja të marr, u përgjigj Avaj, e të gjej ose të ngritur shpirtërisht ose në rënje. Duhet dim se Zoti na ka lënë neve kohë. Pra, koha nuk është thjesht gjë rastësishme, ose thjesht për t'u argëtuar ose për të kaluar ditët. Koha është mister. Dhe i është dhënë njeriu që nëpërmjet kohës ai të ndryshojë. Çdo ditë që neve kemi është një mundësi e re. Është një faqe e re në librin e jetës sonë. Në qoftë se ditën që shkoi dhe natën shkoi ne i bëm gabim detyrat e shtëpisë, pra merituam 4, e flasim në mënyrë figurative, pra ngelëm në klasë, atëherë Zoti mësuesi i madh thot filloj nga e para. Ja dita e re. Agoj një ditë e re që do thot ke mundësi nga mëngjesi në darkë, jo vetëm të falen mëkatet të Shën Andoni, por të shenjtërohesh. Po neve kohën që na jep Zoti ne e shpërdorim, se mendojmë se kemi kohë pafund. Dhe djalli e di të mirën e kohës. Sepse djalli nuk ka kohë. As ëngjit që ranë nga para, nuk kanë kohë, prandaj ata edhe sikur duan ndryshojnë, nuk ndryshojnë dot, sepse ata ranë një herë dhe mbeten në atë gjendje mëkatare, duke shkuar nga regresi në regres. Kurse njeriu edhe pse ra, pra njeriu i parë dhe pse biem dhe neve, prap ne kemi kohë. Kemi përsëritje të jetës çdo ditë. Siç thash, një fillim i ri. Por çfarë bën djalli? Babai i gënjeshtës. Nesër thot. Jo sot. Nesër. Ke kohë nesër. E kur vjen e nesërmja, ke kohë pas nesër. E kështu ai na largon ditët dhe vjen një ditë që mbaron koha. Çasti i fundit të jetës. Të gjithë neve që jemi këtu do dëshironim të bëjshim nga 90, o që shkon 90 do të bëjmë 95, ai që shkon 95 bëjmë 100, ai shkon 100 ta kaloj. Urojmë. Por fundit jeta, si tha edhe Zoti mbas përmbytjes në do jetë 120 vjeç, maksimumi. Nuk do jetë, kaq thot, sepse njeriu është vetëm mish. Pra nuk urojmë ta kalojmë 100, por nuk do ta kalojmë, edhe po e kalojmë te 120 vjet nuk do shkojmë. Çështja është se do vdesim. Dhe koha ikën si një lum që rrjedh dhe nuk kthehet pas. Është si një avull që ngrihet nga toka. Është e gjatë sa pëllëmba e dorës tonë. Shkrimi i shenjtë. Kështu që çështja është vjen dita e fundit, ora e fundit, minuta e fundit, sekonda e fundit. Dhe tani në këtë çast që ne jemi duke folur, tani njerëzit mund të jenë miliona në botë që janë duke dhënë shpirt. Ka dhënë shpirtin e tyre. Dhe me njerë, mbasi japin shpirtin, ata nuk kanë më kohë. Ata përballen me botën e përjetshme, që s'ka më kohë, s'ka më ndryshim, po ka gjykim. Prandaj thot dhe Shën Pais Agjoriti, çfarë kërkojnë ato shpirtra që janë në ferr, që s'kan as kohë as mundësi? I kërkojnë Zotit vetëm 5 minuta, ti rikthejnë një jetë 5 minuta. Që të kenë mundësi që për 5 minuta të thonë mëkatet e tyre, ti rrëfejnë mëkatet e tyre dhe të marrin ndjesën. Prandaj, të bëjmë shumë kujdes, sepse djalli përveç se ka karem, ka mashtrim të mëkatit me adrenalin, ka dhe gënjeshtën tjetër. Keni kohë. Ai nuk thot mos shkosh të pendohesh. As të rrëfesh. Lere për nesër. Për pas nesër. Lere iku kjo kreshëm. Po ke kreshëmën e kreshëmën tjetër të gushtit. Vjen e gushtit. Po tjetra, edhe pyet, ke ko pa rrëfyer? Jo. Sa? Vite. Po si vite? Po ja kështu. Prandaj, Shën Johani arrin në përfundimin. Me të vërtet, pendimi mori nga djalli shumë shpirtra që ishin sklever të tij. Tashmë
kemi mundësinë e shpëtimit. Pendimin. Shën Johan Gojarti vazhdon dhe thot në fjalimin e tij dhe paraqit djallin duke qarë, duke vajtuar dhe duke bërë pyetjen. Sikur këto pyetje sikur është djalli ose ai ja bën djallit. Pse po qan djall? Përse i dhërohesh? Djalli përgjigjet. I dhërohen se pendimi më rëmbeu thesaret e mia më të mëdhenj dhe më mori prostitutën, më mori kusarin, ta gramblesin. Pra, të dashur të krishterë, që jemi këtu, kush na shikon dhe kush na dëgjon, juve dhe unë, ne kemi një mundësi që mëkatet tona t'i shfuqizojmë dhe të shkëputemi nga grepi i djallit, nga mashtrimi i djallit. Shikoni çfarë thot një tjetër shenjtor, Shën Johani Shkallës, që neve do ta kujtojmë këtë të diel. Pendimi, thot, është ripërtritje e pagëzimit të shenjtë. Pendim do të thot marrëveshje me Perëndim për një jetë të re. Pendim do thot mendim vetë gjykimi, neglizhencë për të gjitha të tjerat dhe kujdese vetëm për shpëtimin ton. Pendimi është biri i shpresës dhe shkatrimi i dëshpërimit. Pendim do thot pajtim me Perëndin me anë punërave të virtutit që janë në kundërshtim me mëkatet tona. Pendim do thot pastrimi i ndërgjegjes dhe durim i gjithë gjërave që na pikëllojnë, thot Shën Johani i Shkallës. Pra, secila nga fjalët e Shën Johanit të Shkallës, që ai ka bërë të njohur në librin e tij Shkalla, na zbulon pjesën e misterit pendimit dhe të kthimit të njerëzit. E para, piknisja e kësaj rruge drejt Perëndis është të qenurit i vetëdijshëm për mëkatet tona dhe të gjendjes në cilën ndodhemi për shkak të tyre. Që ta kuptojmë më mirë se çdo thot kjo, le të kujtojmë shembulltyrën e djalit plank prishës, i cili në mënyrë të vërtet, ai erdhi në pendim kur kuptoi ku kishte rënë. Kuptoi se i kishte humbur të gjitha dhe nga një bir i një, si them, një të pasuri, kishte arritur në një varfëri ekstreme dhe kishte arritur në një turp, sepse e detyronin të rriste derrat dhe kishte arritur në një uri që nuk ja japin as ushimin e derrave. Kjo e solli në vetëdije djalin, erdhi në vetëdije. Pastaj filloi dhe kthimi i tij. Edhe neve duhet kuptojmë si djali i plank prishës, çfarë është mëkati? Mëkati është një mashtrim, është iluzion. Mëkati nuk të ngop, se nuk është real. Çdo gjë që ka krijuar Zoti e mirë është reale, është ushqim, është jetë. Çdo gjë që është kundër asaj që ka krijuar Zoti është, si them, iluzion, është mashtrim, është e pavlefshme, është e asgjë. Prandaj mëkati nuk të ngop. E kemi provuar nga eksperjenca. Sa herë që kemi mëkatuar, kur s'kemi të ngopur me mëkatin. Gjithmonë kemi dalë të uritur, të dëshpëruar, të zbrazur, të zhgënjyer dhe kemi kujtuar se duke bërë prap mëkat, ne prap do të ngopemi. Dhe prap eksperjenca është e njëjta. Prandaj neve duhet kuptojmë se mëkati të bën të vdesësh urie për jetë. Kështu që duhet të vim në vete. Kjo është shkalla e parë. Kupto se me mëkatet e tua ti po shkatron veten tënde. Veten tënde. Ti që je një bir mbreti, qellor dhe toksor, bir i Krishtit, ike nga kisha, ike nga porositë e Krishtit dhe vajte tek djalli, tek oferta djallit, tek mëkati, por ti ke humbur, sepse ti i humbet të gjitha, privilegjin, pasurin, nderin dhe tani je i shënderuar, i uritur. Eja në vetë. Pra, do të ngrihem e do të shkoj tek ati im. 2. Në këtë pikë të vetëdijes dhe vendimit duhet kemi kujdes nga një kurth tjetër i djallit, thot shenjtori. Ndërsa kur babai i gënjeshtës na shtynte të bënim mëkat, ai na e paraqiste si diçka të natyrshme dhe të pashmangshme, pra si diçka për cilën nuk kemi as pak përgjegjësi. Tani që bëhemi të vetëdijshëm për mëkatin na i zmallon, për të na çuar në dëshpërim dhe në humbje të shpresës. Dhe ky është pikërisht kurthi më i madh që ngre djalli, thot Shën Johan Gojarti, për dëshpërimin, si arma më e fuqishme e të ligut.
Prandaj nuk e kënaqim aq shumë djallin kur mëkatojmë sesa kur dëshpërohemi për shpëtimin tonë. Do me thënë, djalli bën këtë. Para se të bëjmë mëkatin ai na i bën normal. Dhe thot, po pse mër vetëm ti, shiko më gjithë botën. Ti s'do gënjesh, po shiko më si gënjejnë ata. Ti s'do vjedhësh i qik, po shiko më si vjedhin gjithë njerëzit. Po ti nuk do argëtohesh i qik, po ti nuk do të tradhtohesh i qik, nuk do kesh një dashur i qik ti. Po shiko më të gjithë, kanë nga pesa gra ose burra ose qarë. Pra, të josh me forma nga mëndryrën duke bërë mëkatin një gjë natyrale, një gjë kozmike, një gjë si them publike. Dhe neve themi, po kur e bëjnë të gjithë, kjo nuk është mëkat. Pak gënjeshtër, pak të vjedhim, pak të tradhtojmë, pak të argëtohemi, s'ka gjë. Nuk jemi si ata që ka rënë shumë e shumë. Por, kur ne bijem në mëkatin, atëherë djalli fillon planin tjetër, e zmallon mëkatin dhe na thot tani që e bëre këtë, tani ti përfundimisht i ke larë duart me Zotin. Ti je një vrasës, ti je një vjellës, ti je një imoral, ti je një tradhtar, ti je ky, ti je ai. S'ke rrugë tjetër. Krishti nuk të fal. Krishti është i drejtë. Çfarë rrugë ke? Ose zhgryu në mëkat o vrit veten. Dhe ky është dëshpërimi. Sa do shumë të kemi mëkatuar, nuk duhet të mbasim shpresën, a thon shejtorët. Madje edhe atëherë kur gjithë jetën tonë kemi kaluar në mëkat, mund të pendohemi dhe shpëtojmë. Kjo e ka bazën te njeridashja e Perëndis. Nuk ka mas njeridashja e Perëndis, na thot Shënia Gojarti. Vetëm e keqja jon ka mas. 3. Perëndia e njeridashës, për të na lehtësuar kthimin tonë te dashuria e tij atorore, na hapi shumë rrugë që të shpihet tek ai nëpërmjet pendimit të mëkateve. Në pagëzimin ne na falen të gjithë mëkatet, si mëkati sëgjyshor, por mëkatet personale. Por kemi edhe një tjetër mister që i fal mëkatet. Është pendim rrëfimi, që quhet pagëzimi i lotëve, i cili ka të njëjtën fuqi me pagëzimin. Ashtu si pagëzimi i fal gjithë mëkatet, ashtu dhe pendim rrëfimi i sinqert i fal të gjitha mëkatet. Kjo nuk është diçka e sajuar nga kisha ose nga priftërinë, të cilët pretendojnë se ata kanë autoritet fali mëkatet. Jo. Por duhet dish, kjo është një dhuratë që bëri Krishti tek apostujt dhe tek kisha apostolike. Urdhëri i Krishtit, atij që do t'ia falni në këtë jetë, mëkatet do t'i falen dhe në jetën tjetër, dhe atij që nuk do t'ia falni, nuk do t'i falen. Pra, kur shkojmë neve në kish dhe te ati rrëfys, i cili përfaqëson kishën, nuk është se ka ai autoritet dhe të drejtë na fali mëkatet. Jo. Thjesht ai është një zë. Thjesht ai është një dorë. Thjesht ai është një gojë që është një vesh i cili dëgjon dhe fal në emër të Krishtit, në emër të kishës. Kuptoni? Prandaj në kishën tonë ortodokse nuk kemi që do të priti unë ti fal mëkatet. Keni dëgjuar ndonjëherë? Perëndia të fal mëkatin. Prandaj, në qoftë se je mëkatar, duhet patjetër të shkosh në kishë dhe ti rrëfesh mëkatet, sepse kisha është vendi ku tregohen mëkatet. Siç është spitali ku tregohen plagët, ashtu dhe kisha është vendi ku tregohen mëkatet dhe plagët e mëkatit. Nuk ka vend tjetër. As te psiqiatri, që shkojnë njerëzit edhe po dynden, as te psikologët e shumë vende tjera, por te kisha, te ati rrëfys. Pra, duhet dini se Perëndia i drejtohet secili prej nesh. Unë jam vetëm unë, ai që shlyej dhe i fshi mëkatet e tua, sepse jam i mirë dhe nuk i kujtoj më. Por kujto për mëkatet e tua dhe mos haro. E pasi ti njohësh mirë, thuaj ti pari mëkatet e tua që të shfaqsohesh. Na thuhet tek profeti Isaia. Të njohurit e mëkateve tona dhe pojimi i tyre te Perëndia jo vetëm që shlyen komplet gjitha mëkatet, por dhe na bën të jemi të drejtë dhe pa faj para tij. Janë pra të diskutojmë bashkë, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Kemi te profeti Isaia. Perëndia na kërkon vetëm të pohojmë mëkatet tona dhe kërkon këtë gjë jo se nuk e di se ç'mëkate kemi bër, ditën dhe natën, haptas dhe fshetas, me mendime, shikime, fjalë dhe vepra, ai di gjithçka.
madje di dhe ato që ne do të bëjmë. Por dëshirojmë pohimin e mëkateve tona që shlirohemi nga egoizmi. Egoizmi na mbyll në vetvete. Dhe egoizmi shoqërohet me krenarin. Ashtu siç ndodhi me Adamin dhe me Evën. Në vend që Adami dhe Eva të kishin pranuar, po, mëkatova. Po të thoshte Eva, bëra mëkat, hëngra frutin që ti e ndalove, siç më urdhëroi burri. Edhe Adami thot, po, mëkatova, dëgjova gruan dhe hëngra frutin që më ndalove ti. Po ata në egoizmin e tyre justifikuan. Hodhën faj njëri tjetrit, burri, gruaja gjarprit, e të gjithë ja hodhën fajin Perëndis. Që kishte bërë dhe gjarprin, kishte bërë dhe gruan. Pra shikoni sa e pafalshme është kur neve justifikohemi. Sepse jo vetëm që nuk pojmë mëkatet tona të bëra përpara Zotit, ëngjëve dhe shenjtore dhe fshihemi si ai struci që fut kokën edhe, por mbi të gjitha ne bëjmë fajtor Zotin. Pra, si thon, justifikimi është demonizim. Kjo na ndodh gjithëve, edhe mua. Neve përpiqemi t'i lehtësojmë mëkatet tona. Dhe si përpiqemi? Duke thënë ai, ajo, ata, unë nuk desha. Dakord. Asnjëherë një keq që nuk bëhet vetëm. Edhe Adami dhe Eva nuk mëkatuan vetëm. Ishte djalli shkaku, por dhe ata ju bindën djallit. Pra mund të themi 50% djalli, 50% njeriu. Edhe në një situatë, patjetër që edhe të tjerë ndikojnë, por përgjegjësia është e jon. Dhe kur shkojmë te pendim rrëfimi, ne nuk shkojmë të spionojmë për të tjerët. Çfarë ata na nxitën për të bërë mëkat. Jo, nuk është kjo që kërkohet në pendim rrëfim. Pendim rrëfim të pendohu për mëkatet e tua, rrëfe mëkatet e tua, jo të tjetrit. Prandaj, ne duhet i rrëfejmë mëkatet që shirohemi nga egoja. Ta thyejmë atë, si themi, siç ai zogu që ri brenda asaj veze, dhe po nuk e çavi vezën gordh, kështu dhe shpirti ynë gordh brenda, vdes, ku nuk i rrëfen mëkatet, ku nuk e çan egoizmin. Prandaj kërkoi Zoti rrëfimin jo drejt për drejt, se mund edhe të lutemi drejt për drejt. E ti themi, o Zot, unë kam bërë këtë dhe këtë dhe këtë dhe ja bëjmë, e themi. Po nuk mjafton kjo. Zoti thotë do shkosh tek njeriu. Sepse atje tek ai njeri që ka menduar mirë për ty, ose ti i ke krijuar një ide ndoshta virtuale atje duhet ta porulësh veten. Njeriu për njeriu. Këtë ka lënë Zoti, që të shlyejmë, të porulemi dhe shlyejmë dhe të shkatrojmë egoizmin. Asnjë nga njerëzit nuk mund thotë unë nuk kam bërë mëkat. Shën Johan Ungjillori thotë, në qoftë se pojmë se nuk mëkatojmë, atëherë gënjejmë veten dhe nuk themi të vërtetën. Madje kemi bërë Zotin gënjeshtar, sepse Zoti thotë gjithë mëkatuan. Kjo është arsyeja pse njerëzit nuk i ndjejnë mëkatet. Është sepse ata masin veten me mëkatarët më të mëdhenj sa vet ata. Dhe kështu duket vetja jo mëkatar të mëdhenj. Por masa nuk duhet matemi me njerëzit. Kjo na ndodh. Masa është me masën. Në qoftë se neve duam masim 1 metër, si do ta gjejmë 1 metër? Do shpikim ne sa është 1 metër. Do gjejmë ku është 1 metroshi dhe do masim me metra. Ose 1 kilogramshi, ose 1 litër, e gjitha janë masa që janë të përcaktuara. Masa e moralit nuk jam unë edhe ti. Njerëz mëkatar, të pamoralshëm. Masa e moralit është ai që s'ka bërë mëkate kurrë, dhe ai që s'ka bërë mëkate kurrë është Krishti. Kjo është masa ku ne matemi. Pra, këtu pra do matemi. Te Krishti. Gjithmonë nëse do të kuptojmë kemi bërë mëkat, përballemi me Krishtin. Me të shenjtën. Me shenjtorët. Se mirë me Krishtin themi ai nuk bëri mëkat se është Perëndi. Me të shenjtën themi që ai nuk bëri mëkat se është hir plot. Po kemi shenjtorët, të cilët si njerëz si ne kanë mëkatuar. Po mirë thot Zoti, pse nuk vepron si këta? Që i rrëfyen mëkatet e tyre dhe shpëtuan. Dhe u shenjtëruan. Pse nuk vepron si këta? Por pse vajten shenjtorët dhe i rrëfyen mëkatet e tyre? Sepse ata e dinin se kishin mëkatuar kundër Perëndis. Se e matën veten me Perëndin. Dhe kush janë masat e Perëndis? Janë fjalët. Kush janë? Porosit. Mos ki Perëndi tjetër përveç meje. Mos bëj illuj. Mos përdoreni me Zotin e përgoj kot.
respekto ditën e diel, ndero prindrit, mos vrit, mos thyj kurorën, mos vill, mos gënje, mos lakmo. Këto janë 10 porosit. Të gjitha këto 10 porosit kanë 9 porosit e tyre. Dhe të gjithë, po t'i shikojmë, ne mëkatojmë. Por do thot njëri, unë mëkatova te njëra, nuk mëkatova te 9 të tjerat. Po çfarë thot Shën Jakobi? Qofse mëkatojmë në një porosi, kemi mëkatuar të gjithë porosit, se porosit janë bashkë me njëra tjetrën. Dhe prandaj ne të gjithë kemi mëkatuar. Po do thot dikush, po mirë, unë s'kam vrar. Po çfarë thot Krishti? Kushdo që zemërohet pa shkak kundër vllajt ti, do të jetë fajtor në gjyq. Dhe kushdo që i thot vllajt të tij raka, i marr, do të jetë fajtor për në sinedër. Dhe kush i thot budalla, do të jetë fajtor për në zjarrin e ferrit. Nuk kemi zemëruar ndonjëherë pa shkak ne me dikë? Nuk e kemi sharë ndonjë dikë ne? Patjetër. Ju keni dëgjuar të vjetëve që është thënë mos shkel kurorën. Diçka tjetër. Po unë po them kushdo që sheh gruan për ta dëshiruar gruan e tjetrit dhe burrin e tjetrit ka shkelur kurorën në zemrën e vet. Nuk kemi parë ndonjëherë një burrin ose gruan e tjetrit. Po sot s'ke nevojë dalësh në rrugë. E ke burrin e tjetrin të zhveshur në shtëpi, në televizor, në internet, në telefon, në revista, në gazeta, kudo të shfaqen të tilla gjëra. Dhe duhet të jesh përhekur i sot të përballosh tundimin që vjen nga ikona e të ligut. Po ashtu, ju keni dëgjuar se përzej gruan dhe jepi lejen e ndarjes. Po unë po e them, thot Krishti, kushdo që përzon gruan e tij me përjashtim të rastit të kuror shkeljes, e bën atë shkelse të kurorës. Dhe kushdo që martohen me gruan që të ndarë shkel kurorën. Ja pra, sot sa divorce ka. E lë tjetri gruan, e lë tjetra burrin, edhe mendon që s'ka bërë asgjë. Jo, unë jam e drejt, unë s'mund të ri dot me atë, si more. Po ti bëre një premtim përpara Zotit. Po ti ke fëmijë me atë person. Si mendove vetëm për egon tënde dhe e preve pemën. Po kur duke pre pemën, ti ke prerë dhe frutat. Dhe shkatrove jo vetëm veten tënde dhe personin fjalë, po ti shkatron dhe gjithë pasarësit e tu, fëmijët e tu, që ju ke lënë një shembull negativ. Dhe thua s'kam bërë asgjë? Sepse ta lejon bashkia divorcin, ose lëvizjet feministe, ose maskiliste, që s'ka asnjë gjë. Thuaj gruas je e divorcuar, kafe që e pranojnë këtë. Thuaj 3 herë gruas, i kik dhe u lirove me Zotin. Ky nuk është Zoti. Ose diçka tjetër që thjesht se s'ta bëri gjellën mirë, ose është çik nevrik, ose është kështu, do ndahemi, do divorcojmë, se kjo është dhe në modë sot. E ndau këtu, e rimarto këtu, lë njëri, e merr tjetri, edhe këto janë bërë modelet e shoqërisë sonë. Por të gjitha janë mëkate. Pastaj vazhdon Zoti, ju keni dëgjuar që të vjetru që thënë mos bëj betim të rem, por kthej Zotit betimet e tua. Por unë po e them, mos u betoni fare. Por fjalët tuaja të jenë po dhe jo. Gjithçka vjen nga i ligu. Ju keni dëgjuar gjithashtu duhet të afërmin tënd dhe urrej armikun tënd, por unë po ju them, doni armiqt tuaj, bekoni ata që u mallkojnë, bëni mirë atyre që urrejnë dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe ju përndjekin. Ju jini pra të përsosur sikurse është i përsosur ati juaj që je në qiell. Pra, po të shikojmë me këndvështrimin e Krishtit, këto 10 porosit, patjetër kush nga neve do thotë që unë s'kam mëkatuar? Se ti qofse s'ke vrarë me thik, ke vrarë me fjalë. Ose diçka tjetër. Në qofse ti nuk e thyer kurorën, e ke thyer me lakmin e syrit. E të tjera. Prandaj, të gjithë kemi nevojë për misterin e pendim rrëfimit. Dhe tek misteri i pendim rrëfimit, nuk presim që të shkojmë të bëjmë një vrasje, të bëjmë një thyrje kurore, të bëjmë një vjedhje, ose të bëjmë një gënjeshtër, një mashtrim që shkatrojmë tjerët. Mendimet, nëse na kanë kaluar, ose dhe fjalët që kemi thënë, mjaftojnë për të qenë fara e mëkatit, që mëkati të mbillet, të rritet, edhe pasaj të sundoj. Kështu që ne kemi shumë gjëra për të thënë në misterin e pendim rrëfimit dhe duhet patjetër që ta bëjmë të hap për të shkuar dhe për të rrëfyer.
Për efekt kohe, do ta mbyllim këtu këtë bisedë sot për ta vazhduar herës tjetër se si duhet ndjekim etapat për të kryer një mister pendim rrëfimi të sinqert dhe të dobishëm. Deri atëherë, miru pafshim, miru dëgjofshim.